Peshkatarët e Pogradecit kanë dalë kundër vendimit të Ministrisë së Bujqësisë, i cili ndalon përkohësisht peshkimin me rjet në liçenin e qytetit. Ky vendim është marrë për të mbrojtur specien e klenit, e cila ndodhet aktualisht në periudhën e shumimit. Megjithatë, peshkatarët shprehen se kjo mas po ndikon negativisht dhe ndaj tyre që peshkojnë lloj të tjera peshku siç është korani, i cili nuk është në sezonin e shumimit dhe nuk është ndaluar për peshkim në këtë periudhë të vitit. Tash këta si vit na kanë ndaluar, ta gjuajmë në fellësi. Të gjuajmë, ne gjuajmë, i jedhim rritat për koran, nuk e jedhim për klina. Po ndikon se ne nuk kemi bukta amën e ymën në liçen, zem peshkun e shesim që ushqemi. Qa me se të ushqemi. Dhe duam që sa më pak më mirë dhe të mos na shqetësoj njëri për azjet, se ajo që merr djersën tonë duhet i marrë i Zoti gjakun e fëmijëve. Me 3 muaj ç'a mund bësh? Në Amerikë të vesh 3 muaj si jeton dot Shqipëri pa punë. Dhe gjoba 3 milion. Çfarë u bën një gjobë për një peshkatar 3 milion? Ata janë vrarë 5 veta në mes Tiranës para 5 ditësh, edhe s'ka ashu. Vjen arja ngoshdari në Udënisht, ju lëshojt peshkatarve si kur janë vrarë, kanë prerë, si kur kanë marrë drogën, janë ngarkuar nga Tiranët. Ne jemi 60 subjekte që jemi peshkatar profesionist, me nga 2 veta për se cili për vark, 120 familje. Ajo është në përshëmë në 1500 metrë, 2000 metrë të zbatojmë ligjineve. Nuk do ju të rritë kleni ose krapi. Në qoftë se kapet një person me klen, krap, dhe ti që dishenca, e të vere dhe gjobë. Gjobë mallore si dole të vere. Për të adresuar këtë çështje, peshkatarët kanë zhvilluar një takim me kryetarin e Bashkisë së Pogradecit, kur është rënë dakord për organizimin e një peticioni që do t'i drejtohet Ministrisë së Bujqësisë. Aktualisht në qarkun e Pogradecit janë rreth 120 peshkatarë, të cilët varen plotësisht nga kjo veprimtari për të siguruar të ardhurat e familjes së tyre.